Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bayram Begaj i ndodhur në KB ka bërë thirrje për punëtorë nga Bangladeshi që të vinë që të punojnë në Shqipëri. Si e komentoni këtë thirrje dhe a mendoni që është një thirrje që i shkon kreu të shtetit në një kohë që shumë të rinj shqiptar kanë ikur jashtë për punuar? Pra duke parë në këtë që ju sapo thatë, në këtë kompleksitet që po ndodh në Shqipëri, që nga njëra anë shqiptarët të rinë më shumë, të rejat, profesionet e lira, profesionet e çmuara që ka një vend dëbojnë, bile bëjnë që të ikin, kemi thënë njërë tjetër, që të ikin jo ditën me diell, edhe natën pa henë. Dëbojnë, më saktë, dëbojnë si një projekt alla Çubrilović. Bile me që përmenda fjalën Çubrilović, unë kam një libër ku kam vërtetuar 40 projekte që duan të zhbejnë Shqipërinë. Dhe projekti 37, në vitin 37, me 37 pika, është ai i Çubrilovićit. Dhe kur i vë ato në një kolon, majtas, dhe shoh këto, çfarë janë bërë, 35 vjet në përgjithësi, po sidomos në këto 15 vjet të fundit apo 12 vjet të fundit. Nuk dua ta ngatroj me qeverisjen politike, jo Berisha, Rama, nuk merrem me këto pra. Po merrem çapo i ndodh Shqipërisë sot, sidomos 2002-2014 deri sot. Dhe të njëjtat pikat Çubrilovićit në të majt, pik për pik, zbatohen në të djathtë nga projektet e qeverisë të sotme, po i quaj këto 3-4 legislatura. Pra, në këtë pikpamje, presidenti që bën një marrëveshje, jam i bindur që është i përdorur, se ai nuk ka këll që ta marrë iniciativën vet, po jam i bindur që është përdorur nga kryeministri, dhe kryeministri lan duart si Ponc Pilafi, që kanë bërë unë, s'di gjë unë, e ka bërë presidenti, unë thjesht më duhet të mbush vendet e punës në Shqipëri për kompanitë apo për njerëzit që kanë nevojë për forcë pune. Dhe presidenti bën një llogari pa ngjiti, ndoshta jo në nivelin e një pjekurie të një presidenti, të një patrioti, nuk është fjala për nacionalizëm, po është fjala që në këto kushte kur ti nga njëra anë të bonde, nga ana tjetër sjell, tregon që ti e ke me qëllim të keq. Ti e ke me një mendje që quhet evil mind, mendje të keqe, mendje djallëzore. Dhe ti president, që je forca e unitetit, je forca e ruajtjes së kombit, ku shpesh herë e kemi shpresën ke juve për të ruajtur një diçka monumentale, një vlerë kombëtare. Dhe ti ose ju bën një pjesë e kësaj vepre, do thosh unë, nuk është thjesht një koncept, një ide, një veprim, po kjo është vepër ti, që sot për Bangladeshin, nesër për një shtet tjetër indian, një për Pakistan, një për Arabët, që s'ka mundësi me njerëzit e këtyre vendeve. Po kam për faktin që ti të bën dhe nga ana tjetër merr. Dhe kur shef dhe gjithë këto vepra urbane, 100.000 apartamente bosh, atëherë bëhet pyetja, për çfarë duan kur tu të ikën, të ka ikur deri më sot, ka ikur vetëm në vitet 2017-18 sot, të kanë ikur 1.200.000-300.000 shqiptarë. Dhe ti kërkon t'i mbush këto apartamente me 100.000 që janë apartamente të lira dhe po ndërton akoma 40 kaçe, 58 kaçi është apartamenti këtu ke dika që ndërtohet. Për kë i ndërton ti atë? Pra këtu ka një politik o gruzes që i vjen si një vello e keqe Shqipërisë, që shumë njerëz nuk merren dot, shumë njerëz merren me qepin e ditës pra, siç bën romakët Koloseun që të gëzojnë, të hanë, të pinë bira e qofte dhe të harrojnë ç'a ndodh për një perspektivë jo e largët, 1-2-3 vjetësh ajo që do ndodhi për Shqipërinë. Pastaj do thonë ato që parashikojnë shpeshherë i malli avokat Altin Goxha dhe shumë tjerë. Ka çdo vend, çdo popull pjell Kasandrën e vet, që mendon që ç'a ndodh me rrethimin me marrjen e Helenës në kohën e Trojës. Ç'a ndodhi? E parashikuan Helen Shortari apo Kasandra, e parashikuan ç'a ndodhi për Trojën. Edhe i thuajnë të çmendur. Edhe tani ka shumë njerëz, si zoti Krishtik Osmani, që ka parashikuar ç'a do ndodhi me këtë Zallamai që është duke gatitur kryeministrin fakt, po me mashën e presidentit. Kjo është e rrjedhshme. Presidenti i përdorur dhe ajo duket janë presidenti kur takon kryeministrin. E takon në këtë formë apo nuk e di, kap kamera këtë. E takon kështu, imagjinohet.
kur presidenti ka takim zyrtar me kryeministrin, nuk është pi një kafe, ta takoj si doj, edhe i fletë gjuhë trupit, po e takon kështu, nuk vjen që ta takoj në këtë forum serioze. Për të thënë që jeni ju, jam dhe unë që më lartë se ju jeni veprimtari i qeverisë, se unë jam ai unifikusi i kombit, jo fare. Nuk e kupton dot në gjuhën që përdor presidenti me kryeministrin e shumë gjëra momente tjera. Kështu që është një nga rastet shqiptar, çohu shqiptar. Vërje mendër bujë. Po e keni mendin që e tha filani, unë e thash unë, ka thënë Krishtin Osmani i pare. Po çan si e kam edhe unë që e thash. Unë jam i shqetësuar për këtë fat që po i ndodh kombit shqiptar. Jam shumë i shqetësuar se vetë jam mirë më. Jam shumë mirë më bujë. Kur e pyetin e sa buletinin. E pyetin, si e morë? Jam mirë thaj, po Shqipëria nuk është mirë. Edhe puna ime, jam mirë unë vetë thaj. Po nuk është mirë Shqipëria me këtë që është sot, por aq më keq akoma me atë që do të ndodhi nesër. Dhe kjo është e dhimbshme që ti të kërkosh punëtor dhe mos jesh nga njëra anë shqiptarët dhe nga ana tjetër gjen një ratësirë që kanë qëllime të mbrapshta. Kanë qëllime të mbrapshta, qëllime për të ardhur ata palestinëse që nuk pranohen në pjesën e shtetit izraelit, i ke këtu, ata afrikanë që nuk pranohen dot në shtetin italian, i ke këtu, ata bangladeshas dihet që janë kush janë, do vinë këtu, ata pakistanes do vinë këtu dhe do mbushim këtu apartamente, që do vinë edhe një herë pa, që është e tmerrshme, tash më kujtuam. O shqiptar, si ka mundësi më? Ky president nuk i jep apo se sorollat e stërmundon një shqiptar të Kosovës për të marrë një pasaport. Është një drejtoresh atje, brenda presidenci, i kërkon atje aspër në fundit, futja kod në fjalë. Dhe është e gatshme që për një ditë nxjerrë pasaportën pikërisht këtu i do vi nga Bangladesh. E kuptove ndryshimin pra? Ky është projekti që mbyllovit. Nxi jetën shqiptarëve brenda, lehtësoi ardhjen e të tjerëve nga jashtë brenda, edhe bëja të jetën të vështirë shqiptari, se këtu nuk ikën shqiptari që s'ka punë, s'ka pronë, dhe këtu ikën shqiptari që ka lek, që ka pronë, që ka truall, që ka biznes. Pra, ndryshon nga ajo që ikën në 92 apo 2002, sepse shkuan për një jetë më të mirë. Tani nuk ikin për një jetë më të mirë, më ikin për një çfarë po i ndodh në familjet e. Kur vjen ai ndalon thetjanët kryeministit, ndalon ata në balbon, ndalon gjitha shëmtirat që janë bërë tash me gjoja me hapësirat publike që i liroi kryeministit. Më shëmtira nuk ka ku të vëmë në Tiranë atë. Sepse nuk është se o që hapësirën publike, ato janë të njëjta tavolina, vetëm se janë zbuluar, zhveshur, si laskuriq. Kështu që në kuptimin është tamam ajo ide që ka patur Pamkeqi, që mbyllovit në 1937, që nxiu jetën e shqiptarëve që ata të ikin me dëshirë jashtë. Dhe kjo po ndodh që shqiptarët kur më tregonte një atje në Berat, kam ikur në Amerikë thaj se më griu para 3 vjeç, se më grinte tha ajo që quhet ta kontrolli vazhdo këto tatime dhe më grinda edhe kur i paguaja prap kërkonim tepër, i paguaja kërkonim tepër, mundzi jeta dhe ika në Amerikë. E njëjta gjë betohesh një shofer taksi për një televizion caktuar që më mori motra me 9.8 e shkëlqyer biogjenetik. Edhe punon në call center. E mendon dot i gjete? Punon në call center motra me biogjenetik, studente e shkëlqyer me 9.8 mesatare, motra gruaja, ndoshta më duket gruaja, më falni, dhe punon në call center. Me 9.8 biogenetise që janë shkenca të rralla dhe. Dhe unë me vërtetë them djalit që hajde këti nga Amerika këtu sepse je shkencëtar dhe bësh për vendin. E kam këtë, edhe i them që s'më del shpirti pa më ardhur, po ndonjëherë mendon, erdhi, ku do vi, me këto merret, me patronazhistat, me Edi Ramën, me kryeministin, me këtë qeverisje, me këtë që mushi me ministrat, i mushi me goca edhe me gra. Kjo është qeveria dhe kjo është jeta në Shqipëri. Kështu që për mua është një nga gabimet rënda që ka bërë presidenti si yftyash i kryeministit.